A e di kur saktësisht një burr vendos që nuk mund të nxjerrë më nga mendja? Jo kur e tundon, jo kur dukesh perfekte, dhe as kur i tregon sa e zgjuar je, por atëherë kur i thua diçka që askush tjetër nuk e sheh tek ai. Diçka që prek një pjesë të identitetit të tij mashkullor, atë pjesë që dëshiron mirënjohje të vërtetë. Dhe ja ku është ajo që shumë gra të pjekura nuk e kuptojnë, ato kanë në dorë armën më të fuqishme emocionale që ekziston, por e mbajnë të mbyllur, të formsuar nga dekada të tëra të kushteve shoqërore të gabuara. Pas 30 vjetësh analizë të psikologjisë mashkullore, e kam kuptuar këtë: ekziston një ndryshim i madh mes asaj që burrat thonë se duan dhe asaj që i shenjon emocionalisht përgjithmonë. Gratë e reja përpiqen të fitojnë përmes trupit të tyre, rinisë ose disponueshmërisë së vazhdueshme. Gratë e pjekura që e dinë këtë sekret nuk luajnë në atë lojë. Ato veprojnë në një nivel krejt tjetër, në ligën e njohjes emocionale të thellë. Po të tregoj diçka që ma ka ndryshuar përgjithmonë këndvështrimin: burrat jetojnë në një shkretëtirë emocionale të vazhdueshme. Një studim i YouGov nga viti 2019 tregoi një rezultat tronditës: më shumë se 63 e burrave deklaruan se rrallë ose kur nuk marrin një kompliment të sinqert, jo nga miqt, jo nga kolegët, madje as nga partnerja e tyre. Edhe më trondit se 81 e këtyre burrave thanë se kujtojnë një kompliment të ndershëm edhe pas shumë vitesh, ndonjëherë pas dekadash. Imagjinoje të jetosh në këtë thatësirë emocionale dhe befas dikush të sheh vërtet, jo pamjen, jo paratë, jo statusin, por ty, thelbin tënd, pjesën tënde që ti vetë ke menduar se ishte e padukshme. Kjo është ajo që ndodh kur një grua e pjekur zotëron artin e komplimentit transformues. Por do jem brutalësisht e sinqert me ty: shumica e grave të brezit tënd janë rritur të bëjnë të kundërtën. U është mësuar të përmbahen, të mos duken shumë të interesuara, t'ia lën burrit çdo iniciativë emocionale. Shumë komplimente janë parë si dëshpërim, vlerësimi i hapur si jo femëror. Rezultati: miliona gra të jashtëzakonshme ecin nëpër jetë duke mbajtur për vete pikërisht atë që mund të krijonte lidhje të thella e të paharrueshme. E kuptoj saktësisht pse ka ndodhur kjo. Janë rritur në një kohë ku përullësia femërore konsiderohej virtyti më i lartë. Të shpreje admirimin për një burr shihej si humbje fuqie. Por pikërisht kjo kushtëzim u mohon atyre atë që mund të revolucionarizojë marrëdhëniet e tyre: superfuqinë e njohjes mashkullore. Pas vitesh kërkimi klinik kam zbuluar këtë: kur një grua e pjekur lavdëron një burr në mënyrën e duhur, ajo nuk humb fuqi, ajo përdor formën më të thellë të ndikimit që ekziston, aftësinë për të lënë gjurmë emocionale. Dhe kjo është veçanërisht e fuqishme te gratë e moshës sate, sepse lavdërimi yt ka një peshë tjetër. Ai nuk vjen nga naiviteti apo mungesa e përvojës, por nga jeta e jetuar, nga pjekuria emocionale, nga aftësia për të dalluar të vërtetën nga e rrejshmja. Një studim në revistën Journal of Social and Personal Relationships nga viti 2020 e një më la shumë mbres studiuesit ndoqën burra që ndërvepronin me gra të moshave dhe stileve të ndryshme komunikimi. Rezultati ishte i qartë: burrat i konsideruan më tërheqëse, më të paharrueshme dhe emocionalisht më të fuqishme ato gra që jepnin komplimente personale dhe të sinqerta lidhur me karakterin, thelbin dhe personalitetin e tyre. Jo për pamjen, jo për pasuritë, por për identitetin e tyre të vërtetë. Njëri nga pjesëmarrësit tha diçka që kur nuk do ta harroj: një grua më tha se unë kisha një prani të qetë që i bënte të tjerët të ndiheshin të sigurt pranë meje. E përsërita atë fjali në mendjen time për ditë me radhë. Askush nuk më kishte thënë ndonjëherë diçka të tillë. Doja me çdo kusht ta njihja më mirë. E vëren ndryshimin? Komplimenti nuk kishte lidhje me pamjen, paratë, makinën, punën apo gjatësinë. Ishte një grua që pa diçka të vërtetë tek ai, diçka që të tjerët nuk e vinin re, dhe e tha me zë të lartë. Kjo fjali e vetme shkaktoi një obsesion emocional pozitiv që zgjati me javë të tëra.
Dhe pikërisht këtë e shoh përsëri në praktikën time. Gratë e pjekura e nënvlerësojnë në mënyrë drastike ndikimin që kanë kur tregohen emocionalisht të hapura. Ato nuk u thon burrave se kanë zgjidhur diçka në mënyrë brillante, apo se kanë përballuar një situatë të vështirë me dinjitet, apo se humori i tyre i ka qetësuar vërtet. Me këtë përmbajtje ato humbasin qasjen të mënyra e vetme përmes së cilës burrat hapen emocionalisht përmes njohjes së vërtetë. Të tregoj një histori që ilustron këtë në mënyrë perfekte. Në një studim që zhvilluam në vitin 2018, trajneri i marrëdhënieve Matthew Hussey propozoi një eksperiment social shumë interesant. Ai punoi me një grup grash mbi 50 vjeç me një detyrë të caktuar brenda një jave, t'i afroheshin 10 burrave të ndryshëm dhe t'u bënin një kompliment, por as pak për pamjen e jashtme. Komplimenti duhej të lidhej me sjelljen e tyre, emocionet, karakterin ose mënyrën se si përballen me botën. Rezultatet ishin aq drastike sa që i kontrolluam të dhënat 3 herë. 80 e këtyre burrave reaguan me mirënjohje të vërtetë dhe kurreshtje të thellë. Më shumë se gjysma deshën të vazhdonin bisedën. Disa madje i ftuan gratë në takime të mirëfillta. Një pjesëmarrëse 58 vjeçare ju afrua një burri në një kafene dhe e lavdëroi për mënyrën e dashur se si ndihmoi babain e tij të moshuar të ngrihej. Ajo i tha, ai moment më tregoi gjithçka për ty. Babai yt është me fat që të ka ty si bir. Burri mbeti i shtangur për disa sekonda, pastaj i fali një buzëqeshje që ajo e përshkroi si të ndjeshme dhe të sinqertë, dhe tha, wow, askush s'ma ka thënë diçka të tillë prej vitesh. Kjo ka shumë rëndësi për mua. Ata biseduan për 40 minuta, u takuan sërish të nesërmen, dolën bashkë për 3 muaj dhe zhvilluan një lidhje që të dy e përshkruan si papritur të thellë. Çfarë ndryshoi të gjithë dinamikën? Një kompliment i vetëm dhe i vërtet jo për pamjen, por për karakterin e tij. Por tani vjen diçka që shumë gra nuk e kuptojnë për neuropsikologjinë mashkullore. Kur një burr merr një vlerësim të tillë nga një grua e pjekur, ndodh diçka kimike në trurin e tij. Çlirohet një kombinim i dopaminës dhe oksitocinës, të cilën neuroshkencëtarët e quajnë një ankor emocionale pozitive. Truri e shënon literalisht këtë moment si të rëndësishëm dhe këtë grua si të veçantë. Kjo nuk është manipulim, është neuroshkencë e aplikuar në marrëdhëniet njerëzore. Burrat janë kushtëzuar nga shoqëria që të shtypin emocionet e ndjeshme. Kur një grua jep një kompliment që shkon përtej sipërfaqes, ajo automatikisht çaktivizon këto mekanizma mbrojtës emocional. Ajo krijon një hapësirë psikologjike ku ai ndihet i sigurt të tregojë veten e vërtet pa maskë, pa nevojën për performancë mashkullore. Jam krejtësisht e sinqert me ty nga përvoja shumë vjeçare në praktik, e di që komplimentet që prekin vërtet një burr nuk janë ato që ushqejnë egon e tij sipërfaqësore. Janë ato që e bëjnë të mendoj, kjo grua më sheh vërtet. Ajo vëren gjëra për mua që nuk e dija se dikush mund t'i vërente. Ja çelësat konkret se si mund ta zbatosh këtë menjëherë në jetën tënde. Çelësi i parë neuropsikologjik. Lavdëro veprimet dhe vlerat e tij, kur vetëm pasurinë materiale. Në vend që të thuash çfarë makine të bukur ke, thuaj. Është e qartë që ke punuar me disiplinë dhe largpamësi për të ndërtuar stabilitet për veten tënde. Kjo flet shumë për karakterin tënd dhe e respektoj jashtëzakonisht. Në këtë mënyrë ti e zhvendos fokusin nga sipërfaqësoria drejt qëndrimit të tij të brendshëm dhe për këtë janë burrat vërtet krenar. Çelësi i dytë. Lavdëro ndikimin emocional që ai ka në ambientin rreth tij. Për shembull, ke një prezencë që transmeton qetësi të vërtetë. Kur flasim, ndjej automatikisht më shumë qetësi. Është një dhunti e rrallë. Shumica e burrave nuk dëgjojnë kur diçka të tillë, por në thellësi të psikës së tyre, ata dëshirojnë me gjithë shpirt të dinë se si ndikojnë emocionalisht të tjerët. Çelësi i tretë. Vlerëso zhvillimin e tij personal dhe reflektimin emocional. Nëse ai të rrëfen se ka mësuar nga një gabim apo ka kaluar një periudhë të vështirë, thuaj.
Duhet pjekuri emocionale e vërtet për të reflektuar aq ndershmërisht mbi veten. Shumë njerëz shmangin këtë lloj vetë-reflektimi. Më tregon që po vazhdon të rritesh si njeri. Me këtë i jep mesazhin se ti e vëren zhvillimin e tij të brendshëm diçka jashtëzakonisht e fuqishme për burrat e pjekur, të cilët shpesh nuk e kuptojnë vetë se ende po evoluojnë. Dhe tani vjen diçka që më ka ndryshuar tërësisht mënyrën si e shoh këtë temë. Ndikimi i brendshëm që ka një kompliment i tillë në psiken mashkullore është më i thellë se ç'e imagjinon. Biologjikisht, burrat dhe gratë janë të programuar neurologjikisht për lidhje të vërtetë, por shumica e burrave janë socializuar që të shtypin emocionet e ndjeshme, të mos tregojnë nevojën për mirënjohje, të paraqiten sikur janë emocionalisht të vetëmjaftueshëm. Kur një grua e pjekur i bën një burri një kompliment që njeh diçka të vërtetë dhe të thellë tek ai, ajo nuk vetëm që çarmatos mekanizmat e tij automatik mbrojtës, por krijon atë që në psikologji quhet moment i sigurt i ndjeshmërisë, një hapësirë emocionale ku ai ndjehet i lirë të jetë i dukshëm pa maskat sociale që zakonisht përdor për t'u mbrojtur nga gjykimi i jashtëm. Nga një këndvështrim neurologjik, në bisedat me domethënie të thellë, ku vlerësimi është i vërtetë, çlirohet një kombinim i dopaminës, neurotransmetuesi i gëzimit dhe motivimit, dhe oksitocinës, hormoni i lidhjes dhe besimit. Komplimentet që janë të lidhura me të vërtetën emocionale shkaktojnë këtë koktejl natyral kimik, i cili siguron që momenti të ruhet në kujtesën afatgjatë dhe që kjo grua të lidhet në mendjen e tij me ndjenjën e mirëqenies dhe lidhjes së sinqertë. Të tregoj një histori të vërtetë që ilustron në mënyrë të përkryer fuqinë transformuese të këtij qasjeje. Barry, një drejtor ekzekutiv 62 vjeçar, më tregoi gjatë një seance diçka që ja kishte ndryshuar tërësisht mënyrën si ishte marrëdhëniet në moshën e pjekurisë. Një grua nga rrethi i tij shoqëror i kishte thënë diçka që e kishte prekur thellësisht. Ti je lloji i burrit që sjell qetësi në një dhomë kur hyn. Kjo është një formë udhëheqjeje që shumica e njerëzve as nuk e vënë re. Barry më rrëfeu. Ajo grua pa diçka tek unë që as vetë nuk e dija se të tjerët mund ta perceptonin. Nuk mund të ndaloja së menduari për fjalët e saj për ditë të tëra. Më shtym të reflektoj për praninë time dhe si dua të ndikoj në botë. Thjesht nuk mund ta harroja. E ftoi për një kafe. Nga ky takim lindi një miqësi e thellë që u shndërrua në një lidhje dashurie 2 vite më vonë u martuan. Dhe gjithçka nisi me një kompliment që preku diçka të padukshme, por reale, në karakterin e tij. Çfarë e bëri këtë kompliment kaq të fuqishëm? Nuk ishte as rastësi, as fat. Ishte një grua e pjekur me inteligjencë emocionale, e cila kishte mësuar të shikonte përtej sipërfaqes dhe të njihte cilësitë e vërteta të karakterit. Dhe kur ajo e shprehu këtë vëzhgim, krijoi një gjurmë emocionale që u bë themeli i një lidhjeje të thellë. E kuptoi plotësisht që pas zhgënjimeve, tradhtisë ose marrëdhënieve të dështuara mund të duket e ndjeshme ose madje e rrezikshme të shfaqesh emocionalisht në këtë mënyrë. Por gratë e pjekura kanë një përparësi unike dhe të pakrahasueshme, dekada përvoje jetësore, që u japin fjalëve të tyre një peshë krejtësisht tjetër emocionale. Kur një grua në moshën dhe përvojën tënde jep një kompliment, ai nuk tingëllon si flirt i rinisë apo si lajka sipërfaqësore. Tingëllon si një e vërtetë që vetë jeta e ka formuar, si një vëzhgim nga dikush që ka njohur mjaft njerëz për të ditur të dallojë të vërtetën nga ajo që është e shtirur. Dhe kur kjo urtësi emocionale shprehet si një njohje e sinqertë, ajo bëhet thuajse e parezistueshme për një burr të pjekur që ka pritur gjithë jetën të ndihet vërtet i parë. Në praktikën time kam parë për vite me radhë se si gra të jashtëzakonshme humbin mundësinë për një lidhje të thellë, sepse përmbahen emocionalisht, sepse heshtin, sepse e zvogëlojnë veten me fjalët që nuk i thonë nga frika e refuzimit ose për shkak të një programimi shoqëror të vjetruar. Por ti ke një zgjedhje të vetëdijshme. Mund t'i mbash këto mendime dhe vëzhgime për vete ose mund të fillosh të bëhesh e dukshme, me komplimente që te i kalojnë shurmën emocionale të përditshmërisë.
Nuk ke pse të jesh poete dhe as të tingëllosh si një libër ndihme vetjake. Mjafton të vëzhgosh me vëmendje dhe të thuash me fjalë atë që vërtet sheh. Kjo mund të shprehet shumë natyrshëm. Ti dëgjon në një mënyrë që i bën të tjerët të ndihen vërtet të dëgjuar. Kjo është shumë më e rrallë se sa mendon. Ose mënyra si dole në mbrojtje të atij të panjohuri në restorant kur u trajtua padrejtësisht, ajo më tregoi gjithçka për karakterin tënd. Kjo kërkon guxim të vërtetë. Ose e shoh që je njeri që nuk dorëzohet kur bëhet e vështirë. Ajo forcë e brendshme është e ndjeshme. Secila nga këto fjali nuk të kushton asgjë, as para, as përpjekje. Por për një burr i cili rrallë dëgjon diçka më të thellë se vërejtje sipërfaqësore për pamjen ose statusin e tij, është si uji i freskët në një shkretëtirë emocionale që ka zgjatur dekada. Kjo është veçanërisht transformuese kur vjen nga gratë e pjekura, sepse ju keni zhvilluar në mënyrë të natyrshme atë inteligjencë emocionale dhe përvojë jetësore që ju lejon të shihni përtej fasadës. Ju mund të njihni karakterin e vërtet, vlerat reale, rritjen personale. Dhe kur e shprehni këtë njohje, ajo ka një ndikim që gratë më të reja thjesht nuk mund ta arrijnë. Jo sepse atyre u mungon qëllimi, por sepse u mungon përvoja e jetës. Hapi tjetër për ty është të ushtrosh vëzhgimin emocional të vetëdijshëm. Fillo të u kushtosh vëmendje të vërtet burrave që takon në përditshmëri. Mos u përqendro në pamjen ose pasuritë e tyre materiale. Vëzhgo se kush janë ata në të vërtetë. Vëre se çfarë bëjnë kur mendojnë se askush nuk i sheh. Shiko çfarë i emocionon, si i trajtojnë njerëzit nga të cilët nuk përfitojnë asgjë, si përballen me frustrimin, si shprehin kujdes. Dhe kur sheh diçka të vërtetë, diçka të sinqertë, diçka që e zbulon karakterin e tyre të brendshëm, thjesht thuaje. Një fjali e vetme dhe e sinqertë. Nuk ke pse të mbash një fjalim ose ta komplikosh. Bëje komplimentin, buzëqesh me ndershmëri dhe qëndro e pranishme në atë moment të lidhjes njerëzore. Të premtoj do të habitesh thellësisht nga reagimet që do të shkaktosh. Sepse burrat kanë një kujtesë emocionale pothuajse fotografike për gratë që i kanë parë vërtet. Ndoshta nuk do ta mbajnë mend veshjen tënde ose modelin e flokëve, por nuk do ta harrojnë kurrë gruan që pa shpirtin e tyre, vlerat e tyre të vërteta, praninë e tyre emocionale në boll. Ti, që ke përjetuar marrëdhënie të pjekura, lidhje të thella dhe edhe zhgënjime të mëdha, ti e di më mirë se kushdo tjetër intimiteti emocional i vërtet shkon shumë përtej tërheqjes sipërfaqësore. Kur e njeh këtë thellësi tek një burr dhe e shpreh, ti krijon një gjurmë emocionale që mund të ndikojë në vetë imazhin e tij dhe në mënyrën se si ai do ta kujtojë atë moment edhe pas vitesh, ndoshta pas dekadash. Në një botë të përmbytur nga kontakte sipërfaqësore, sipes digjitale dhe biseda bosh pa thellësi emocionale, autenticiteti yt bëhet diçka jashtëzakonisht e çmuar. Është një superfuqi që vetëm gratë me përvojë të vërtet jetësore mund ta përdorin me atë ndjeshmëri emocionale që kërkohet për të krijuar lidhje të qëndrueshme. Chelsea i katërt lavdëroi intuitën e tij emocionale kur ai e tregon. Burrat pothuajse kur nuk marrin njohje për inteligjencën emocionale, por kur e marrin, ajo ndikon thellë. Nëse vëren që ai e ka kuptuar me ndjeshmëri një situatë shoqërore ose ka treguar dëmshuri, thuaj për shembull, ke një ndjeshmëri për të kuptuar se çfarë u nevojitet njerëzve në të vërtetë. Kjo është një dhunti që pak njerëz e kanë. Një kompliment i tillë njeh një pjesë të burrërisë së tij që shoqëria tradicionalisht nuk e vlerëson. Chelsea i pestë vlerëso aftësinë e tij për të krijuar siguri emocionale. Nëse një burr të bën të ndihesh e qetë dhe e mbrojtur, nëse prania e tij krijon besim, thuaj. Prini o Gjot u jep njerëzve ndjesinë se mund të jenë vetvetja. Kjo është një formë e vërtetë e udhëheqjes emocionale. Burrat dëshirojnë të dinë që mund të jenë mbështetje emocionale, sidomos për gratë që i respektojnë. Chelsea i 6 neuropsikologjik lavdëro konkretisht besueshmërinë e tij. Në vend që thjesht të thuash je i besueshëm, thuaj. Kam vënë re që ti e përmbush gjithmonë atë që thua. Në një botë ku fjalët kanë humbur peshën, kjo integritet është e veçantë.
Ky kompliment godet ndjenjen e tij të nderit, identitetin e tij si burr që mban fjalën. Chelsea i shtat vlerëso aftësinë e tij për të evoluar dhe për t'u përshtatur. Burrat e pjekur shpesh ndihen të ngujuar ose mendojnë se nuk mund të ndryshojnë më. Nëse vëren se ai po zhvillohet, thuaj. Më bën shumë përshtypje mënyra se si vazhdon të mësosh dhe të përshtatësh këndvështrimin tënd. Kjo përullësi për të rritur është një forcë që pak njerëz e zhvillojnë me moshën. Me këtë i konfirmon se pjekuria nuk është ndalim por urtësi që vazhdon të rritet. Ajo që është magjepsëse te këta çelësa është nuk kërkojnë shfaqje, as manipulim, vetëm prani të vetëdijshme dhe guximin për të shprehur vëzhgime të vërteta. Por më lejo të përgatit për diçka të rëndësishme, sapo të fillosh t'i zbatosh këto gjëra, do të vëresh një ndryshim të menjëhershëm në reagimin e burrave. Jo vetëm në kuptimin romantik, por në respektin, vëmendjen dhe vlerën emocionale që do të japin. Të tregoj edhe një rast të vërtet që e ilustron këtë në mënyrë të përsosur. Elena, një arkitekte 52 vjeçare, erdhi tek unë në praktik ndjej e padukshme për burrat e moshës së saj. Ajo kishte qenë e vetme për 5 vjet pas një divorci të vështirë dhe besonte se vitet e saj më të mira për romancë kishin kaluar. Gjatë seancave tona, punuam posaçërisht me aftësinë e saj për njohje të vërtetë. 3 javë pasi Elena filloi të aplikonte këto parime në përditshmërinë e saj, njohu Roberton, një inxhinier 58 vjeçar, në një takim prindërish në shkollën e vajzës së saj. Roberto po përballej me një situatë të tensionuar, ku një baba tjetër ishte bërë agresiv për një konflikt sportiv. Elena vëzhgoi se si Roberto qëndroi i qetë, e mori seriozisht shqetësimin e tjetrit, pa u tërhequr dhe e zgjidhi plotësisht situatën pa përshkallëzim. Pas takimit, Elena ju afrua dhe i tha, mënyra si e trajtove atë situatë ishte mbresëlënëse. Ruajte dinjitetin tënd dhe i dhe mundësi tjetrit ta ruante gjithashtu. Ky lloj udhëheqjeje emocionale është i rrallë. Vajza jote është me fat që ka një shembull të tillë. Roberto u prek dukshëm. E pyeti menjëherë për numrin e saj dhe pranoi se askush nuk i kishte bërë një kompliment kaq specifik dhe kuptimplot prej vitesh. 6 muaj më vonë, Elena dhe Roberto u martuan në një ceremoni intime. Kur i pyeta cili ishte momenti që ndryshoi gjithçka mes tyre, të dy përmendën atë çast të parë të vlerësimit. Roberto tha, kjo grua më pa vërtet. Ajo pa babain që dua të jem burrin që dua të bëhem. Dhe Elena shtoi, kur pash fytyrën e tij të ndriçohej, kuptova çfarë fuqie kisha mbajtur të papërdorur për vite të tëra. Ky rast tregon diçka thelbësore: kur një grua e pjekur e përdor në mënyrë të qëndrueshme njohjen e sinqertë, ajo nuk tërheq vetëm burra, ajo i ndryshon ata. U ndihmon të shohin veten më qartë, më thellë dhe më tërësisht. Dhe kur një burr ndihet vërtet i parë dhe i vlerësuar nga një grua, ai zhvillon një besnikëri emocionale që mund të zgjasë gjithë jetën. Por ja diçka që duhet ta përvetësosh thellë, kjo qasje nuk funksionon sepse është ndonjë truk psikologjik. Ajo funksionon sepse është shprehje natyrale e pjekurisë emocionale. Gratë në moshën tënde kanë aftësinë të shohin përtej sipërfaqes, të njohin karakterin e vërtet dhe të vlerësojnë thelbin mbi pamjen e jashtme. Kur ti e shpreh këtë, ti je thjesht vetja në versionin tënd më të pjekur dhe më të fuqishëm. Dallimi midis një gruaje që e kupton këtë parim dhe asaj që nuk e kupton, është ndryshimi mes dikujt që krijon lidhje të paharrueshme në jetë dhe dikujt që mbetet emocionalisht e padukshme. Është ndryshimi mes harrohet pas një jave ose mbahet mend për dekada. Çelësiteti i avancuar vlerëson urtësinë që vjen nga përvoja. Burrat e pjekur kanë dekada përvojash, gabimesh, mësimesh dhe suksese pas vetes. Kur ai të ndan një perspektivë që vjen nga kjo përvojë jetësore, konfirmoje. Kjo urtësi nuk mësohet, fitohet me përpjekje. Kjo njohje e nderon rrugëtimin e tij të jetës dhe i tregon se vitet e tij janë kapital i vlefshëm, jo barr. Chelsea lavdëro aftësinë e tij për biseda të thella.
Në një kohë kur shumica e bisedave mbeten sipërfaqësore, është diçka e jashtëzakonshme kur një burr komunikon me sinqeritet dhe reflektim. Thua ai, është freskuese të flas me dikë që shkon më thellë. Mendimet e tua më nxisin, nuk e ndjej fare si kalon koha. Burrat me kureshtje intelektuale rrallë marrin vlerësim për thellësinë e tyre mendore dhe të shprehjes. Çelësi i 10 neuropsikologjik vlerëson momentet e tij të vërteta të ndjeshmërisë. Kur një burr i pjekur ndan diçka personale, një shqetësim, pasiguri ose e pranon se nuk i ka të gjitha përgjigjet, ky është një moment i hapjes së vërtetë. Thua ai, e vlerësoj shumë që je kaq i sinqert me pasiguritë e tua. Forca nuk do të thotë të dish gjithmonë gjithçka, por të kesh guximin të pranosh kur nuk e di. Ky vlerësim konfirmon që ndjeshmëria nuk është dobësi por forcë. Zbatimi praktik i të gjithë këtyre çelësave kërkon atë që unë e quaj vëmendje emocionale të vetëdijshme. Kjo do të thotë të jesh vërtet e pranishme në takimet e tua, të vëzhgosh njerëzit me kujdes dhe të kesh guximin të shprehësh vëzhgime pozitive kur ato janë autentike dhe ndihen të sinqerta. Por më lejo të jem krejtësisht e sinqert me ty. Kjo qasje nuk garanton që çdo burr që e lavdëron do të dashurohet me ty ose do të krijojë një marrëdhënie. Por ky as nuk është qëllimi. Qëllimi është që ti të bëhesh një grua që mbetet në kujdes, një grua që ndikon pozitivisht në jetën e të tjerëve, që krijon lidhje të vërteta dhe domethënëse. Ajo që mund të garantoj është kjo. Nëse e ndjek këtë qasje me qëndrueshmëri, do të vëresh ndryshime të thella në mënyrën se si burrat reagojnë ndaj teje. Ata do të kujtojnë, do të kërkojnë afërsinë tënde dhe do ta vlerësojnë këndvështrimin tënd. Dhe kur të shfaqet burri i duhur për ty, do të kesh mjetet emocionale për të ndërtuar një lidhje që shkon shumë përtej tërheqjes sipërfaqësore. Çelësi 11 dhe ndoshta më i rëndësishmi, vlerëso potencialin e tij të ardhshëm, jo vetëm atë që është tani. Nëse ti sheh te një burr aftësi ose cilësi që ai ndoshta ende nuk i sheh vetë, thuaja me kujdes. Për shembull, shoh te ti një potencial udhëheqës që shumë ndoshta nuk e vën re, ose mënyra jote e të menduarit mund të ndikojë pozitivisht shumë njerëz. Deklarata të tilla nuk e konfirmojnë vetëm kush është, por edhe kush mund të bëhet. Prandaj ftesa ime për ty është e qartë dhe e drejtë për drejtë, mos prit më gjatë për të filluar. Mos e shtyj këtë shprehje të vërtetë të vlerësimit për një moment të përsosur apo për ditën kur do të ndihesh më e sigurt. Herën tjetër kur të shohësh një burr që bën diçka të vërtetë, që tregon karakter të sinqert, që thjesht është vetvetja në një mënyrë që ti e admiron, thuaje, shprehe, vlerësoje me thellësinë dhe saktësinë që e meriton. Fillo me momente të vogla, në situata pa rrezik të madh. Burri në kafene që të shërben me mirësi të sinqertë. Fqinji që gjithmonë përshëndet me respekt. Kolegu që e pranon kritiken me dinjitet. Ushtrohu të shohësh dhe të shprehesh. Zhvillo këtë aftësi si çdo aftësi tjetër të rëndësishme në jetën tënde. Mund të jetë pikërisht kjo zgjedhje e thjeshtë të tregosh ndjeshmërinë tënde dhe të shprehësh vlerësim të vërtetë, ajo që do të bëjë gruan që ai nuk mund ta nxjerrë më nga mendja. Në një shoqëri ku shumica e njerëzve kalojnë pranë njëri tjetrit emocionalisht të padukshëm, ku takimet bëhen gjithnjë më sipërfaqësore dhe digjitale, vlerësimi i vërtetë është një dhuratë e jashtëzakonshme. Një dhuratë që vetëm ti me përvojën tënde, urtësinë tënde dhe aftësinë e mprehur për të parë njerëzit vërtet mund të japësh me atë thellësi emocionale që ndryshon jetë dhe krijon lidhje që zgjasin. Kujtoje gjithmonë çdo fjalë që ti zgjedh të thuash ka fuqinë jo vetëm të ndikojë në mënyrën se si të tjerët të shohin, por edhe në mënyrën si ti e sheh veten. Kur e njeh të vërtetën të tjerët, forcon edhe autenticitetin tënd. Kur e vlerëson thellësinë e tjetrit, forcon edhe aftësinë tënde për lidhje të vërtetë. Kjo nuk është thjesht një metodë për të tërhequr burra. Është një filozofi jete, një që të bën të jesh grua që mbahet mend për arsyet e duhura. Një grua që nuk është thjesht e vërejtur, por ajo që vëren. Një grua që nuk është vetëm e dëshiruar, por thellësisht e respektuar.
Një grua që përvojën e saj jetësore nuk e sheh si kufizim, por si forcën e saj më të madhe për të krijuar pikërisht ato lidhje të vërteta për të cilat ka ndier gjithmonë mall. Transformimi që do të përjetosh përmes këtyre parimeve shkon përtej romancës. Do të bëhesh një person që të tjerët e kërkojnë, e mbajnë mend, e vlerësojnë. Do të zhvillosh një prezencë magnetike që nuk ka të bëjë me rinin apo përsosmërinë e jashtme, por me diçka shumë më të thellë, aftësinë për t'i bërë njerëzit të ndihen vërtet të parë dhe të vlerësuar. Kjo është ajo që dallon një grua që konkuron nga një grua që bën çdo konkurrencë të panevojshme. Koha e duhur për të filluar është tani. Dhe personi që mund të ndryshojë gjithçka në jetën tënde të dashurisë je ti vetë, me vendimin e thjesht për të qenë emocionalisht e vërtet dhe e vetëdijshme. Nuk ke pse të jesh perfekte. Nuk ke pse të kesh të gjitha përgjigjet. Nuk ke pse të kesh kapërcyer çdo pasiguri. Duhet vetëm të fillosh të shohësh dhe të thuash atë që sheh. Hap pas hapi. Kompliment i vërtet pas komplimenti të vërtet.